Ebu Bekër Sidiku dhe Omer ibn Khatabi duke u thonë me një xhamatli, me do xhamatli tjerë, e shohin njënin që ka flet shumë. E thot Ebu Bekri, thot valla Omer, shumë është u flet ki njëri. Shumë është u flet ki njëri, që është halli këti. E që këta të di, kanë shku ke pejgamberi donë alaihi selam, thot Ebu Bekri, Omer, mos bom për gojim gjo me këtë që i thamë. Ato e kam parë me se në vetë që ka fit, kjo është feja tonë, në fen tonë nuk ka atër. Jemi biri presidentit, jemi biri këti, apo i biri ati, apo vllai hoxhës, apo jem hoxha vet, apo jem muftaju vet, apo jem reizi vet, apo jem ulemaja vet, s'ka ke Allah kështu. E këto shkojnë ke, unë jem çudit me çkëtë mesele, ka shku ke pejgamberi tonë alayhis salam dhe ka thënë oj dërguar me Allah. Ne tham për filani se duke flet shumë, a mos bën për gojim. Çish është halli ju, o Ebu Bekër, çish ke ngranë se e shoh mishin e vllait tant, ke dhënë të teja. Subhanallah, kur Ebu Bekri nuk e amnistoi pejgamberin tonë alayhis salam, pa xhbet për ne tjerë. Unë lutem Allahun që Allah na shton dije dhe iman. Unë lutem Allahun që Allah na vetëdison me këtë Kur'an. Unë lutem Allahun që Allah na bën për atyre të cilët do t'i thonë Allah ditën e gjykimit, kur të pyeten Allah kush është Zoti juaj, kush është feja juaj, kush është pejgamberi juaj, t'i thonë kur të pyeten Allah kush është argumenti i kësaj, t'i thonë Allah që ja Allah na ke tregu në Kur'anin tanë, e kemi beso, e kemi mëso, e kemi praktiko dhe jemi mundo të ndryshojmë me këtë Kur'an. Një njëri që i thotë unë su ndryshoj, ka problem me kuptimin e Kur'anit. Unë lutem Allahun që Allah të na shton dijen dhe imanin. Unë lutem Allahun që Allah të na bëjë për ato të cilët ti dum pejgamberët, ti dum sahabët, ti dum tabeinët, ti dum ulemat, e ti dum xhallarët e këtij ummeti. Unë lutem Allahun që Allah të na mundson për hir të dashurisë të sinqertë që kemi ndaj tyre, Allah të na bashkon në xhenet me ata, jo se kemi bë vepra se ata. Unë lutem Allahun që Allah të na bën për atyre të cilët flasin fjalë dhe bëjmë vepra që e kënaqim Allahun subhanahu wa taala. Unë lutem Allahun që Allah të na largon prej fjalëve dhe veprave që e hidhërojnë atë subhanahu wa taala. Ibadallah, qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.